أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زجاهو 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 سفيري كوبرت زجاهو 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 أدم برجت فالو 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 نمازي أشتريت فالو 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 مزمر شبيت فالو 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 نمازي أشتريت. Shikues të nderuar, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Emisioni jon merr frim, sonte vazhdon me një mysafir tjetër, e ajo është hoxha jon i dashur Ferit Selimi. Mirë se erdhe o nderuar. Mirë që gjeta, wa alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Po mas për herë e falenderojnë Allahun dhul xhelali i cili na ka mësuar me hije në Ramazan. Se hynja në Ramazan nëse mujna me fol me gjuhën e popullit, kur ka dani sajm i madh apo edhe shkon do thot prezanton atë sajmin. Panajiri. Po, edhe aty do thot edhe çmimet janë volitshme edhe ka plot sene. Edhe Ramazani çështo është për muslimanin që ka shumë vepra që ka mundur të bëjë dhe me fitu shumë sevape. Inshallah Allahu dhul xhelal na i mëson që me bitis këtë Ramazan me të mirat e tina. Amin. Se shumë njerëz kanë pas shef me hinë Ramazan, s'kan hinë hiç. Janë bërë për rahmet. Po shumë njerëz që kanë hinë Ramazan, po në qesin të në fund. Se jasmu, unë ja vdesin. E ato shka e qesin të në fund, elhamdulillah Allah janë të dashtën, me mush ata hala ma shumë me sevape, inshallah Allahu dhul xhelal na mush me sevape. Amin, amin. Kjo punë e din që shashtë. Dhe thot, në kone e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një sahabi, po i shef andër një dy shok. Edhe një shok po i shef andër, i ka ra shahid para një vjetit, edhe një shok tjetër, shka ka vdek me vdekje normale, mas një vjetit. E kish ka vdek me vdekje normale, po hinë xhenet para këtina shahidit, edhe u çudit ki. Edhe shkoj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sabah, e pejgamberi kishte tradit mi vetë, qysh kini fleta, kini pa dani ëndra, me ja komentua ëndra dani kujna, edhe i tha, e kum pa tha një ëndër. Po, e kum pa filanin, shka patra shahid para një vjeti, po edhe filanin, ka vdek tash, ama kish ka vdek tash hinke në xhenet para atina shahidit. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shka ka këtu për mu çudit? Po tha shahida e qysh ai. Po tha kitha ka jetu edhe një vjet ma tepër. E për një vjet sa namazin e ka fal, e ka xhinu Ramazanin, ka bo vepra të mira, dhe thot ja ka përcije edhe atina shka ka ra shahidit. Ashtu që Allahu dhul xhelal kur t'jep jetë edhe elhamdulillah, e mush jetën tonë me vepra të mira, ja ka përcen edhe shahidit ka dhe njerë. Inshallah Allahu, na i mundson me bën vepra të mira sa ma shumë. Amin. Tema të cilën do të diskutojmë sot, hoxha, është syfiri. Si për fillim, çfarë kuptimi ka kjo fjala syfir? Ta qartësojmë. Qire, janë do terme të cilat përdoren për shembull te muslimanët, dhe këtë muslimanët e dunjës i dinë. Desh shqiptar, desh turqeli, desh arab, desh kinez, desh indonezian, shka dush që t'jete, dhe thot e kupton. Kur t'i thuish për shembull atinat Malizisë, ezan, e mërvesh se është thirrja për namaz. Kur t'i thuish për shembull atinat Amerikës, sala, e mërvesh punët që janë koka për namaz. Po kur t'i thuish këti shqiptarit syfir, e mërvesh diçka koka e lidhë me Ramazanin. Ashtu që syfiri dhe thot është një para pregaditje për me agjinu, që dhe me thonë dhe të me hangër buk. Po atë qëllimin shka dush me hangër buk, në atë kuptimin e fikut islam, qka e ka? Me onal për hajës, edhe për pijës, edhe për epsheve, me një jetë. Te këte jeti, prej lindjes dilit, të përëndimi i dilit, për hirtë Allahu dhul xhelal. E kjo pra është syfir, apo është do thot me bo një jetë me agjenu. Nëse mujna me spjegu kështu, Allah ka të nërë që shikë. E për atë arsye pra ka dalim, një dalim i madhë shumë shka përdu me spjegue, nëse për shembull dikan e ke shtinje me një sobë, edhe mos ta me ke burgos, po si ke dhonën as me hangër as me pije, e këti jetin syfir. A ka agjinu ki? S'ka agjinu.
i ka nejtë veç pa bukë, kapitan. Pse? Për atë arsye se ka bo një jetë ki. Të mërësh. Ama ka dhe njëherë, ka plët njerëz, ja ke pa, qohët në syfir, kur ta pash midis drejtës, ka haru gjënoj. Pine uja në bukë, kapitan, kur i të gjejë me Ramazani, vëllaj pas në haru, kapitan. Ki do thot e plëson Ramazanin, pse se Allahu Dhul Xhelal ka dasht me ushqyje, edhe ka dasht, kapitan, me i dhonë ujë me pi. Pse se e ka bo një jetë ki. Pa marë parasysh pse ka hongër, pse ka pije, dhe thot se e ka bo një jetë me agjinu. Ashtu që një jeti është qaj që ka i dalon veprat. Kur dush mu falë, e ban një jetë. Kur dush me prej kurban, e ban një jetë. Kur dush me shku në haqë, e ban një jetë. Kur dush me agjinu, e ban një jetë. Kur dush me dhonë zeqat, e ban një jetë. Çdo punë është me një jetë. Për atë arsye, pra është një hadith i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot innamal a'malu binniyat. Secila punë është me një jetë, apo kupton? Ashtu që edhe Ramazani e ka një jetin e vet, edhe e ka atë shpërblimin e vet. Inshallah Allahu Dhul Xhelal na shpërblen, do thot, për një jetë të cilat i kena. Amin. Me rastin e Ramazanit. Amin. Atëherë, çka thot Allahu për syfirin? Që dhe thot Allahu, konkretisht për shembull në Kur'an, nuk ka çka përmendet syfiri, po ka çka kuptohet se çka është syfiri, apo kupton. Nëse hulumtojna për shembull suratul Bekare, ka jetin 183-4 që ati pari, dokon thot hani edhe pini, e këtërti sa mos dallohet peni i barë për peni të zi. Kulu e shrebu. Që ka thot Allahu Dhul Xhelal, hani edhe peni. Me këto ajete kuptohet dhe thot se Allahu Dhul Xhelal e ka përmen hamin edhe pimin të këtërti kur, të eri sa mos dallohet peni i barë për peni të zi. Allahu Dhul Xhelal e ka përmen dhe thot këtë çështje në Kur'an. E pastaj, komentatorët e Kur'anit kanë spjegu se çka është ai peni i bardhë dhe peni i zi, është polemike madhe shumë në mes tinëve, po peni i bardhë dhe i zivi nuk është mi morë një peni të bardhë dhe një zi dhe që taj pidallojën, por është ai vija e bardhë që ka del në horizont mas natës. Se do thot është nata, pastaj vjen që ajo vija e bardhë e agimit, pastaj vjen apet nata edhe shkon pastaj të zbardhë. E që ajo vija e bardhë që ka është do thot në horizont, është do thot që ai peni i bardhë i zi, që ka përmenë Allahu Dhul Xhelal në Kur'an, a këtë çështje mas mirë ti din me e spjegu ato të cilët mirën me matjen e kohës. A ke pa na këtu në Shkup, a kena këtë zavodin, që i thojnë. A mërë vesh. Edhe me bo mingu lajme mëngjes, thot sot dili lindi në ora që ka. A beton. E dili përendoj në ora që ka. Do thot na, si një qytet i vogël, e kena do thot një që shme thonë vend për hulumtim, se kur lindili, kur përendon, e mos folmi për umetin islam, i cili do thot çdo gjë e ka me termin, me afat, me caktim. E ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë ka thonë diçka për syfirin? Është një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka emrin Enes ibn Malik. E ki Enes ibn Maliki, kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ka qenë i vogël. Edhe nana e vete ka qenë shumë bujare, edhe e ka marrë për dorë djalin, e ka thënë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke ditë se pejgamberi kur ka ardhur në Medinë i ka pas 50 vjet më aftë. Ka pas fëmijë të vogël. Edhe ka dashur me aque Enesin që më gjet nga shtëpis, më apo dani hizmetja, me shku, me apru dani uja, dani hurme, a din gjithmonë fëmijët e shtëpia e kryin dani punë të madhe, shkana nuk i llogaritna si punë, ama veç ka shkon dyqan, ta blin dani sen bolla është. Edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta kompru këtë djalë për me të bën hizmet. Po a ka mundësi me bën dua për ta. Edhe ka bon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dua për ta, ka thonë o Zot, shtoja ymri. A di se këtë kena qef me jetu gatë. E ka jetu e mas gati për këtë shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka thonë shtoja riskin. E hurmat e tina 2 herë në vjetë kanë bëhe fryte. Që këtë hurmat në dunjo bojnë 1 herë fryte, hurmat e tina dhe thot 2 herë fryte, edhe ka thonë o Zot, shtoja pasarësit. Edhe thot në historinë e vete, dhe thot se 94
pi pasardhësve të mi i kum vorros me dorën time. Do thot me djemt edhe nipat çka i ka pas apo thon 94 çka i ka vorros. Ato çka nuk i ka vorros, çka kanë jetuar, do thot janë kon shumë. Kjo është me dojën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ki pra ka nejt shumë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe thot e kum dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thon çonun sufyr, se çumi janë syfir është bereqet. Edhe ki hadith do thot është pi haditheve të forta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton edhe Imam Buhariu edhe Imam Muslimi. Edhe kur thojna për një hadith që e transmeton edhe Buhariu edhe Muslimi, edhe mo s'ka diskutim aty. S'ka diskutim aty, apo thon, do thot është pi haditheve të forta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që vetë çuria në syfir është bereqet. Do thot çka Allahu dhul xhelal ka dhënë, do thot bereqet. Ashtu që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çonu në syfir, po nëse nuk keni çka me hang, bile një gërç ujë pije, apo thon. Apo një gotë ujë pije, apo thon. Pse se nuk është me rëndësi çka kemi hang, çka kemi pi, është me rëndësi me uçu, apo thon, edhe diçka do thot mi dhon trupit. Ashtu që në atë kohë, ashtu që do thot çuria do thot në syfir është do thot bereqet në veti. Kur është koha e syfirit? Po, këshire, koha e syfirit është para namazit sabahut. Por, apet për lidhi me Enesin, Enes ibn Malikin, ki njëherë dhe thot e ka vetë Zejdin. Se Zejdi ibn Thabiti akonën birë në shpirti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do thot normal që djali ma tepër do thot ka rast me nejt me babën aftan. Edhe me hangë syfire, edhe me hangë iftare, qështu me radhë. Edhe ka vetë aftan i ka thonë o Zejd, a mund është me më ka dzu sa ishte ai intervali kohor mes syfirit edhe mes namazit sabahit aftan. Edhe Zejdi i thot, intervali kohor do thot është rafërsisht një 50 ajete apo 60 ajetet Kuranit. Do thot, sa morin kohë 50 ajete, 60 ajete, qash do thot është intervali kohor. Rafërsisht do thot 15 minuta, 20 minuta. E tash, pis syfirit, si të ka përcen 15 minuta, 20 minuta, mund është do thot me falen sabahin. Edhe pse për shembull te namazia islame ka përcaktu gjysore, do thot mas syfirit, fale sabahi. E dikujna për shembull ju dokët shumë terr apo thon. Po nuk është në terr në horizont, se në horizont ma gje veç ka dalë që ajo pjesa e bardhë. Po është terr për të na, shka jena do thot. Nëse jenë po drum terr ka me konë gjithë ditën. Po, shka jena në luginë ose nuk jena do thot në horizont. E qartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hoç, me çka ka bën syfir? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeri shumë modest apo thon. Edhe ai shpeshherë ka përmendur disa kafshata i mjaftojnë njerit për me majtën korrizin. E din. Se njeri han buk edhe pin, dhe thot për shka, për me mujtë mu boj fort, për me mujtë mi boj ibadet Allahu dhul xhelal. Ashtu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kishte tradit për syfir me hangër 4-5 hurma, edhe me që ta 4-5 hurma e ka përcejke ditën. Me pi një gotë ujë edhe me hangër 4-5 hurma. Dhe thot që kjo ka qenë syfiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në përket ato librat e historisë, shka ku mujtë me lexu për ta. Dallim shumë i madh me ne, apo jo? Shumë është dallim i madh për atë arsye se na ka një herë çomin syfir dhe masanena na dhan barki, se kena hangë shumë apo ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë modest për ta. Se vapi i syfirit hoç? Po, se vapim duke se e tregova, kupton. Çonën syfir për atë. Se ka bereqet. Ka bereqet. Kjo është e para. Po është një hadith tjetër të cilën sa më kujtohet e transmeton dhe thotë një api shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ebu Hudri çka thot? Thot Allahu edhe melaqet bojnë dua për çata që ka qenë syfir. Allahu edhe melaqet. Ju sallune, do thot arabisht do me thonën çka bojnë lutje. Apo këta. Thot bojnë dua për ka për ty çka e quhe në syfir. Ashtu që
Madhështore kanë është. Madhështore shumë e madhe. Dhe thotë Allahu Dhul Xhelal me të përmend, edhe me laçet tyje me të përmendën, për shka për atë arsye se e ngrit. Për ka e ngrit? Për hir të Allahut Dhul Xhelal. Amëresh, e kur ngritesh për hir të Allahut Dhul Xhelal, do thotë e kije sevapin e madh. Inshallah Allahu Dhul Xhelal nuk na ndan pikë këtij sevapit, po na ban pjatinëve do thotë çka kemi sevap në zbatimin e syfyrit. Amin, inshallah. Hoxhë, a bën me agjeru pas syfir? Këtu du më nalë shumë punëtor aty, nesër ka më shumë në 6 në punë me shku, po hajon e 10 diçka, e bëj një jetë, po bi ujë dhe po bi me fletë nesër e fali, se bëjnë edhe vazhdoj. Qëret mirë mi vesh, apo këtan. Me agjenua është farz, apo këtan. Dërsa më qunë syfir, a sunet. Nëse e ban, fiton sevap. Nëse se ban, gjunaski. Apo këtan. Por me praktiku një sunet, për suneteve të Ramazanit, është shumë një punë e madhe. E ngritja në syfir, është për suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku e fiton bereqetin. Apo këtan. E bereqeti shka është, Allahu e din, mas mirti. Atë fshin gjënat, atë shdohet hymri, atë pakohen qilizat e rakit, ja, ku e diu në shka, pëtën, dobi që ka i ka dhe thët Ramazani, s'po du me hinat aspektin shkencor gjonave tjera, na nuk e dina. Ata e din veç Allahu Dhul Xhelal. Për ata arsye pra, është mirë qka me mësu vetin, me uqu në syfir. Edhe nëse s'don me hongër, asë me pi, bile një bardak ujë pije, edhe që shpe thonë banë një jetë, që i kima agjinu. Që ti mund është për shemull, e falë taravin, edhe masi ta falë taravin, valla, po bi me fletë, apo të nësë kam nevoj me hongër syfir. Nuk ka nevoj për me hongër syfir, po qka, nëse hanë syfir, trupin e kije pak ma fort, edhe nuk e shtohesh qatë shumë, sukur pas syfir. E ke pa dhe një kush ka dash përqu në syfir, po e ka zonë gjumi. Edhe gjunoj agjinon, që është pas syfir agjinon. Ama qatë dit, lodhët pak ma shumë. Mërësh. E për atë arsye dhe thot, syfyri e ka bereqetin e vetë. Edhe ka dhe thot, atë hajnë e të pishë ka të hajshti, e banë për shka për me forsu vetë vetin tanë, që nesrit më konë dhe thot me energji ma të fort, që për me mujtë me punu edhe, për me mujtë apëton më konë dhe thot i freskë. Ashtu që do të muslimani me uqu, me praktiku këtë sunet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hoxh, do shta me ndalë që të një temë pak tjetër. Kove të fundit disa të rinj e vonojnë syfirin me pretekst se në shumë herë. Çfarë komendi ke rreth kësaj? Kërëm, jedullahi me al-gjemaha. Thëtë Allahu Dhul Xhelal, dora e Zotit është me gjematin. E ta është qysh mund është më kanë ti me gjematin në punën e syfirit. A i ke pa për shembull Basia Islame, një vjetë para se më bon Ramazani, e qetë për shembull thojna imsakijen, apo e qetë takvimin. Takvimin dhe imsakijen. Tash, kur ta marrësh ti për shembull takvimin e imsakijen me krasu, janë të njëjta, a mërësh. Po ti më kjo më thonë pse e njëjta, po si pare ti shka të agjinu, kanë agjinu njerëzit 1450 vjetë para teje, apo këta. Edhe tash 1450 vjetë, ato njerëzit i kanë shënu, minutat e dakikat e sahatat e kretë. Po çka është ma interesant, dhe thotë, këto të na për shembull, kanë bashkëpunim me Republikën e Turqisë. Edhe Republika e Turqisë ka matjen e kohës. A bëmëresh. Edhe ajo e matë kohën, edhe në basë matjes kohës, ashtu e bojnë edhe takvimin. Kura është imsaki, kura është sabahi, kura lindja dillit, kura është dreka, kura e kindia, kura kshami, kura jacia. Do thotë, duka pyetjave që imsakit, pa është pyetje edhe gjona tjera. Ashtu që në bazë bashkëpunimit që ka e ka, do thotë, Basia Islame e jonë me Republikën e Turqisë, do thotë, i morin këto kohëna edhe i shkruajnë. Edhe masit i shkruajnë, atëherë në bazë që atinve minutave, ka përcaktohet që atëherë është syfiri. Për shembull, nëse është për shembull thojna saati në 5, saati në 5 dush me lan, por nëse është në 6, saati në 6 dush me lan. Mos me bati, habe se ka vakt hala, se terko ka. Krijen veti me shku. Po, krijet veti me shku, jo, po me këshirën atë minutin takvimin që ka i ka përcaktuar. Pse? Për atë arsye se disa të dri, Allahu Dhul Xhelal
na drejtof ketëve neve, apo të? Amin. E këtë çështje e bojnë, që me thonë, prej imanit. Ama ka dhe njëherë dhe thëtë, do meselet imanit për i te kalojnë. Për shka? Për atë arsye se ata thojnë, Allahu dhul Gjilal në Kur'an ka thonë, kulu e shërbu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad. Ajetin shka e përmenëm pak më përpara, thotë Allahu dhul Gjilal, hani dhe pini tek terti sa mos të dalloni penin e bardhë dhe të zivin. Qashtu ashtë, me hangër me pi, ama jo penin e bardhë edhe të zivin, shka ti mendon që janë pena, po penin e bardhë horizont. Shka e dallon dhe thot agimin e sabahit. Që ata dhe thot me këshirë. Nëse jeti qaqi zoti, atëre që pra hyp ndani maje, ndani kodër, edhe këshirët taman kur del që jo. Qaj peni edhe dhe thot ha dhe pi, dhe thot të këtërtin qëtë momentin shka del. A jo me thonë ti për shembull dul, vallas dul ose herët ose vonë. Edhe tjetra çka është? Për shembull, kur shkon te mjeki masi të kontrollon çka të bën? Ta jep një letër, apo një udhëzim, apo një raport. E kontrollova filonin, e ka çet smuje. Për shka? Që nesër me ardha një mjek tjetër e shese çfarë smuje ti ki, apo. Ose për shembull dol me bledh tani sen. Ata jep një letër. Edhe ti pra, mas jetë që ka që i Zoti, i e pja poplit një imsakije, e pëtore në bas të imsakije, thane mas e njerëzit dhe të shkojnë. Ama qka, na e kina imsakijen për veti, për veti nuk shkon. Dhe thot, dush më konë me gjematin, këtë qështje. Qysh mu nësh më konë me gjematin, nësa ato ja kanë huq, e kanë bon shumë heret, huq edhe ti. E pëtore, pse? Se ja ke huq me gjematin, e përmëresh. Në këtë punë, ka mesele shumë të mëdoja, e pëtën, nuk kanë veç imsaki, pa është puna e Bajramit, a me ba një ditë për para, një ditë për mas, e mëresh. Për shembull, kemi raste, kur na e kina ba këtë Bajram, në Kosovë e kanë pas agjerim, ose në Kosovë e kanë ba Bajram, na e kina ba agjerim. Po që ku është Kosova? Nuk ka 20 kilometra, ha? Jo veç Kosovë, për dhe mërëna Shkupit ka pas. Jemi në Kufi, e mëresh. E po qëka është meselja? Meselja është më konë ti me poplin tanë. Nëse këtë popli jotë në qatë minut e kanë lanën hajnë e pinë, le edhe ti me ta. Edhe pse ta merë meja që i ki ku hala shumë, a e kanë lanë popli, po, pe lanë dhone. Që ashtu e ki bereqetin matë madhë. E për atë arsye pra, në këto punë, dush më konë me shka me gjematin. Edhe pse, do shta ti mendon që ashtë ma herët ose ma vonë, po ti banë i Zoti, pra hip në kodër, banë një mësakije, atërë na në basë ose i mësakijë shka e banë ti, na këna me bo. Por, qka i mësakijën e banë basia islame, dhe thët institucioni, ata janë kompetent, e tash, nuk do të mi dalë disa gjanave për para, po do të mi lanën që ashtu që e kanë thonë ekspert. Allah në përmisoft, hoqë ndirum për fond diçka ke për të shtu? Po, ajo qka e kisha këshilu vetë vetin, po edhe krejtë muslimant, qka është, dhe thët veprat mi bo për hirë të Allahu dhe Gjilal. Jo, qështë nam tekët neve, këta. Se qatë vepër shka e banë për Allah, e kita Allah. Qatë vepër dhe thët shka nuk e banë për Allah, s'ka pisajna kur gjo. Në veçan ti dhe thët, Ramazani është strik për Allah. Se Allahu dhe Gjilal në një hadith këtë si ka thonë, e sobu li, o e në e dzibi. Agjerimi është për mu, edhe unë është për bleja ta. Edhe se këtë veprat mund është me bo për hatër njerëzve. Mund është me falë për hatër, me të pa dhe një kushje të falë, ose mund është me dhonë zeqatë që me thonë dhe një kushje valaj, i gjimert ko ka ki, a mërvesh. Ose mund është me shku në haqë, me thonë njerëzit haqji. Ama a mund është me haqjinu për me thonë njerëzit valaj ko ka të haqjinu filani? Ja, pse? Se haqjërimi është punë e msheft. Shka veç Allahi e din, a e ke bon ti një jetë, a si ke bon. Se ti mund është me nejtë pa bukë, ama si me se kështë e bon një jetë, s'ki haqjërim. Po një jetë janë shaj, shka dhe thot, dhe banë ti jetë që i me haqjërim, ose pa haqjërim. Edhe nuk hanë edhe nuk pinë, për hirë të Allahu dhe gjere. Po ka dhe njëherë edhe me hangër edhe me pi, me harres, jo t'ja për je me haqjërim. Se Allahu dhe Gjilal ka dash ty me të shqy. Edhe ki ibadet është një ibadet i veçantë. Qka bëhet vetëm se për hirë të Allahu dhe Gjilal, inshallah Allahu dhe Gjilal në është përblen. Zoti është përblet.
Amen, faleminderit shumë hoxhën ndëruar për pjesëmarrje, ishte kënaqësi që të patëm. Shikues të nderuar, ky pra ishte emisioni i dytë me hoxhën e nderuar Ferit Selimi. Shihemi nesër me një mysafir tjetër. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu, 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 si firi kopret. Zgjohu, 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 a do mbereqet. Falu, 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 namazi është drit. Falu, 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 me zemër e shpit. Falu, 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 namazi është drit.